Në këtë kuadër, shqiptarët unik pritën në shtëpinë e kryetarit të Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams. Kryebashkiaku i New Yorkut, Eric Adams, priti përfaqësues komunitetit shqiptar në rezidencën e tij duke vlerësuar kontributin e diasporës shqiptare. Ai theksoi se diversiteti është një nga pikat më të forta të New Yorkut dhe se komuniteti shqiptar është shembull për këtë frymë bashkëtese. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Adams, priti në mansion e tij në Gracie Mansion Conservancy në Manhattan shqiptarët e Amerikës në një ceremoni madhështore me respekt kulturës shqiptare dhe të arritjeve të komunitetit shqiptar për të festuar paradën shqiptare në New York, organizuar nga rrënjët shqiptare e Marko Kepit, mbështetur nga Mark Gjone dhe shoqatat patriotike nga New Yorku, New Jersey e më gjerë. Gjatë fjalës së tij, kryebashkiaku Eric Adams vlerësoi shqiptarët për kontributin e tyre thelbësor në jetën e shtetit të New Yorkut, sidomos për sigurinë publike, bekime dhe fjalime patriotike emocionale mbajtën Imami Tahir Kukaj, Dom Pjetër Popaj, të rinjtë e Albanian Roots, përgatitur me koreografe Angelina Nika, ma gjepsën pranishmin me valë shqiptare duke ekspozuar vlerat tona. Kryebashkiaku Eric Adams nderoi për merita e kontributet veçanta për komunitetin shqiptar në New York, Sal Rusin, familjen Duka dhe Martin J. Golden.